Një kontroll i dytë i befasishëm brenda pak muajsh ka vënë në lëvizje sërish drejtuesit e burgjeve. 5 aparate telefoni të markës iPhone u zbuluan të fshehura në dyert e dusheve në një ambient të përbashkët në godinën A të burgut të Durrësit, në katin e 3 të sektorit 1, aty ku vuajnë dënimin persona të dënuar për ngjarje të rënda kriminale, por edhe ish zyrtar të akuzuar për korrupsion apo shpërdorim të tyre. Operacioni firmos nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Klevis Qose, i cili urdhëroi dërgimin e forcave operacionale në këtë institucion, ku ndodhen rreth 200 të dënuar dhe të paraburgosur. Sipas njoftimit zyrtar, telefonat u përkisin të dënuarve Flamur Kapri, Aldo Prifti dhe Vladimir Ibrushi, të cilët do t'i referohen prokurorisë për vepra penale të mbajtjes së sendeve të ndaluara në burg. Ky është kontrolli i dytë i këtij lloji brenda pak kohësh. Më herët një aksion tjetër blitz kishte zbuluar 10 aparate të tjera telefona, shumica e të cilëve ishin hedhur në ambiente të jashtme të qelive për të shmangur përgjegjësinë penale. Burimet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve thanë se kontrollet po vijojnë në të gjitha godinat e institucioneve për të evidentuar mënyrën se si janë fituar sendet e ndaluara dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.